Mbrëmja e 16 e spektaklit Ferma VIP solli në ekranin e Vision Plus një tjetër natë plot emocione, tensione, debate të forta dhe surpriza që pritet të ndryshojnë dinamikat e lojës. Në ndrejtimin e Vita Production, reality show i rekordeve vijon të dominoj audiencën në të gjithë trevat shqipfolse. Ndërsa gjatë spektaklit u bë publik edhe lajmi se Ferma VIP 3 ka arritur plot 1 bilion shikime në Instagram në vetëm 50 ditë transmetim. Një televotim i hapur që prej ditës së premte ka mbajtur në ankth 9 të nominuarit, ku mes tyre 3 fermerët më pak të votuar rezultuan Henry, Blerina dhe Bujaka. Si pasojë ata u përballën në një sfidë nga e cila doli fitues Bujaka, ndërsa Henry dhe Blerina kaluan menjëherë në një televotim kok më kok. Njëri prej tyre do të ndërpres të premten rrugëtimin, e vendimi i takon vetëm publikut. Në këto qaste, deklaroj zyrtarisht të hapur televotimin! Një nga temat më të komentuara të mbrëmjes ishte padyshim krisja e miqësisë mes Kostanës dhe Zhakut. Megjithatë, për një pjesë të fermerëve, i gjithë konflikti mes tyre ishte i stisur. Të dyja kanë vendosur që këto të dyja të krijojnë situatë bashkë. A mendon që është e stisur, Sara? Patjetër që po. Debati mori një tjetër dimension me ndërhyrjen e Mosës, e cila mbrojti Kostanën dhe deklaroi se Zhaku duke në një gjendje të rënduar psikologjike. Kjo deklaratë solli reagimin e ashpër të Zhakut, duke ndezur një tjetër debat të fortë. Je barbare komplet. Po e di çam bëri dje. Barbare çam bëri. Një risi e rëndësishme e mbrëmjes ishte prezantimi i platformës Vitamina, një hapësirë re online ku publiku mund të mbështesë fermerin e preferuar. Përmes faqes vitamina.visionplus.tv, ndjekësit do të kenë mundësi të hyjnë virtualisht në fermë dhe të shprehin publikisht mbështetjen për fermerët e preferuar. Klikoni në vitamina.visionplus.tv. Në fund, spektakli solli edhe një nga momentet më emocionuese të kësaj nate. Ilir Shaqiri u përball me një shaka ku ju tha se vajza e tij Emily ishte martuar pa praninë e tij. Por surpriza u kthye shpejt në lumturi kur Iliri u takua me vajzën dhe partnerin e saj. Spektakli i mbrëmshëm ishte një pasqyrë e vërtetë e intensitetit që po fiton loja javë pas jave. Tashmë mbetet për të parë se çfarë do të sjellë televotimi dhe si do të evoluojnë dinamikat mes fermerëve. Ndërsa ju mos harroni të ndiqni 24 orë në 7 ditë të javës, si dhe në përmbledhjen ditore në Vision Plus. Natën e vjetër.